Vrasje e rënd ka ndodhur në Goluboc të Malishevës ditën e sotme, atje dhëndri dy shoqë i vrau vëllëzrit e gruas para syve të saj. Krejt ky krim raportohet se ndodhi pas një flajosje që ishin të përfshirë i dyshuari, që është akoma në kërkim nga organet e rendit, të cilët të ndam pak detaje rreth kërkimeve. Rruga pranë shtëpisë u bë vendi ku dy vëllezër dhanë frymën e fundit. Në Goluboc të Malishevës, Dritan dhe Naim Morina, dy shoqë u qelluan për vdekje me armë zjarri nga dhëndri tyre Astrit Isufi. Ky fundi që në shtëpinë e morën shkoi për ta marrë bashkëshortën i qelloi me nga dy plumba Dritonin e Naimin, njërin 32 e tjetrin 40 vjeç. Vrasja dy shoqëve erdhi nga një fjalosje paraprake mes dy palëve. Kur i shkrepi 4 plumba në drejtim të miqve e në sy të bashkëshortës, Isufi iku nga vendngjarja. Rruga pranë shtëpisë ku po qëndronin veturat u mbosh me zyrtar policore, prokuror. I dyshuari për vrasjen e vëllezërve Morina është ende në arati, ndërkohë kërkimet nga zyrtarët policor po vazhdojnë edhe disa orë pas incidentit. Vetura e bardhë me targa të Maqedonisë së Veriut dyshohet se i përkes të dorasit. Gjami thyer, njollat e gjakut e goma shpërthyer janë disa nga prova që shiheshin në të. E brenda teksa po sekuestroheshin prova u gjet edhe armë zjarri. Numri hetuesve së vinte e shtohej. Kur angazhimi këto ishte maksimal në malin për rreth përkapjen e të dyshuarit, u aktivizua njësia kënante policisë së Kosovës. Pas rreth 3 orësh shëndrim në vendin e ngjarjes, shkurt u deklarua kryeprokurori Enis Gashi. Kemi të bëjmë një vrasje të rëndë, pra vrasje dy fisht, ku kemi të bëjmë me 2 viktima. Kryesi kësaj vepre penale është ende në arati dhe policia së bashku me prokurorin jemi duke ndërmarrë gjitha mosat që sa më shpejt identifikohet dhe të sigurohet prezenca e tij. Përmes telefonit për gjendjen e viktimave foli mjeku që i ekzaminoi. Pacientin e parë po Naimin edhe e kam ekzaminu, s'ka pas shenja jetë aty hiç. Bezat e kanë zgjeruar komplet, tension pos. Parametrat vital nuk janë kono. Ka pas vaj pas të dy plopi, ka pas njërin e ka pas në gjyks pjesën e pigastike, regionin torakal, dhe ka pas në pjesën poshtë torakale, por e ka pas në anën e djathtë, në afër muskujt pektoral. Pas 6 orësh nga vendi i ngjarjes u larguan 2 veturat bashkë me provat që hetuesit morën. E familjarët e viktimave vzdeshën të flasin për rastin, veç se thanë se i dyshuari ka qenë në burg para disa muajsh për dhunë në familje. Kjo konfirmua dhe nga prokuroria themelore që tha se Isufi në muajin prill të këtij viti ishte në mas paraburgimi për veprat penale, kanosje dhe dhunë në familje. Prokuroria ka bërë të ditur se po vazhdojnë kërkimet për kapjen e Astrit Isufit. E vdekur ka mbetur edhe një 25 vjeçare nga Gjakova, e cila u gjet pa shenja jete një ditë më parë në Tetov. Për vdekjen e vajzës, e cila raportohet se ra nga kati 4 i një ndërtese, u deklarua edhe prokuroria, të cilët thanë se nuk ka elemente të veprës penale. Që nga e mërkura, hetuesit policor po vazhdojnë të kërkojnë prova të reja. Këta po përpiqen të zbulojnë rastin e 25 vjeçares nga Gjakova, e cila humbi jetën pasi që kishte rënë nga kati 4 i ndërtesës ku jetonte me qira në Tetov. Raportohet se viktima është Doarsa Spahiu që po studionte në nivelin master, derisa në vendin e ngjarjes janë gjetur disa barna. Prokuroria themelore në Tetov ka deklaruar se të dhënat e para nuk japin indikacione për vdekje si pasojë e një vepre penale. Ata thonë se do të intervistohen disa persona dhe se organet hetimore po veprojnë intensivisht për të sqaruar shkaqet. Prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike në Tetov dje ka kryer ekspertizë në vendin ku është gjetur trupi i pajet i një gruaje të re, si edhe në banesën me qira ku ajo kishte qëndruar, po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet e vdekjes me kontrolle dhe ekspertizat të detajuara në vendngjarje. Ndonse të dhënat fillestare dhe gjurmët në terren nuk tregojnë se bëhet fjalë për vdekje si pasojë e një vepre penale. Edhe ambasada e Kosovës në Shkup e ka konfirmuar se viktima është shtetase e Kosovës dhe ka thënë se është në kontakt e vazhdueshëm me autoritetet maqedonase. Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup është njoftuar para pak orësh nga policia rajonale e Tetovës se të mërkurën rreth orës 18 në një lagje të këtij qyteti është gjetur pa shenja jete një shtetase e Republikës së Kosovës. Ambasada ka vendosur menjëherë kontakt me autoritetet relevante policore dhe po e ndjen nga afër zhvillimin e rastit.
Sipas raportimeve të mediave, 25 vjeçara kishte qenë në një lidhje dashurie me djalin e një biznesmeni nga Maqedonia e Veriut. Familjarët e viktimes kanë deklaruar se vajza atyre tani më ndjer, kohët e fundit ka pasur mosmarrëveshje dhe probleme me të dashurin e saj. Për një krim të kryer, 2 vëllezër u dënuan me burgim të përjetshëm, mirë po vllasalit të cilët ishin pjesë e seancës për shqyrtimin e ankesave në rastin e vrasjes së Bedri Rexhepit kërkuan të lirohen apo të rigjykohen sërish. Rreth 3 javë pasi dështoi seanca kaluar në apel, këtë ajte vëllezërit Vllasaliu dolën edhe një herë para kolegjit të gjyqtarëve. Me të filluar seanca, mbrojtja e tyre pretendoi për shkelje procedurale dhe ligjore, si dhe mungesa arsyetimit në aktgjykim. Mbrojtja konsideron se ky aktgjykim është i përfshirë në shkelje të timit, paragrafet 1, paragrafet 1, paragrafet 2 dhe pikës 7 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. E drejta për të folur ju dha dhe të akuzuarit jeton Vllasaliu. Ankesat për aktgjykimin e shkallës së parë i parashtroi edhe avokatja të akuzuarit tjetër. Vetëm 2 faqe në të cilët përmbajnë arsyetim dhe analizë të provave nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Kur erdhi radha përfaqësuesi ligjor të palës së dëmtuar, koha u shfrytëzua në maksimum. Kur këta vetë pranon jetonit të data të pranon kuzhinën, e pranon katin e tretë, e pranon perdën, e pranon veturën, e thot një sentencë rëndësishme. I qofsh falë kësaj gjenazë, i thot në gjati, se krejt shpime këshat halë, gjatë kohës kur ta nga kati tretë, përpiqeshin ta nxjerrin kufomen e Bedri Rexhepit jashtë. Dhe ja lidhen me qesët zezë. Avokati Besnik Berisha u marrë edhe me të kaluarën e njërit prej të akuzuarve për vrasjen e Bedri Rexhepit. Ky komandant zone i ushtrisë, dikur pretendon se ka luftu për lirinë atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Bedri Rexhepit, dhe kështu thojnë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotnisë që kanë goxhuar me durrët e tij. Me 28 maj të këtij viti, shkolla e parë i shpalli fajtor jetonin e gjatë Vllasaliun për vrasjen e Bedri Rexhepit, duke i dënuar që të dy me burgim të përjetshëm. Po në Pallatin e Drejtësisë sot u mbajt edhe një seancë ku trajtuan krimet e luftës. Aty në cilësinë të akuzuarit Slaxhan Trajković paraqiti dëshmitarin, i cili ishte policë shqiptar Fadel Avdyli. Ky fundit në deklarimin e tij tha fjalë të mira për serbin, të cilin sipas tij e lavdëronin të gjithë. I buzëqeshur u paraqit në gjykatë. Kjo ndoshta edhe për faktin që një dëshmitar shqiptar është përgjigjur pozitivisht ftesës së tij. Bëhet fjalë për zyrtarin policor Fadel Avdyli, i cili për disa vite ishte shefi i akuzuarit për krime luftës Slaxhan Trajković gjatë kohës sa shërbente në policinë e Kosovës. Në pyetjet e para të mbrojtjes ish bikqyrësi Trajkovićit thuri lavde për shërbimin e tij. Unë kam qenë bikqyrësi tina, dikun ka 4 vjetë e gjysh, ka qenë polici mirë. Gjërtar policore mirë, i ka ty detyrat policore mirë. Për një ndër policët e parë në veri të vendit, pyetje pati edhe vetë i akuzuari. Trajković interesim shfaqi se si janë sjellur qytetarët me të gjatë kohës sa shërbente në uniformën e policisë. Dishka më kujtot, dishka jo se ta dorën zemër e kanë gjeldu shumica. Shumica që kun pas kontakt me trajgëtëshën. Trajković të njëjtën pyetje pati edhe për kolegët e tij që ishin edhe ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jakub Beta e pripadniku që ka, policajac. Polici Jakub Beta është pjesëtari i UÇK-s. Bekim Ademi ishte. Bekim Ademi po ashtu. Rasim Mehana ishte. Po ashtu edhe Rasim Mehana. Edhe Rasim Mehana. Azirje Pio ishte. Edhe Haziri ka të njëjtë. Zhuti ishte. Nuk ka pasur probleme me shkime. Nuk ka pasur probleme. Asë në fjallë, dishka. Se ka qenë polici mirë dëshmitari e përsëriti disa herë gjatë seancës. Edhe përfundimisht ka qenë polic që ka ky detyrat në qatë zonë mirë. Dëshmitari tregoi rastet kur qytetarët e falenderonin të akuzuarin për ndihmën e ofruar gjatë luftës. 2 raste përmena,
që kanë lafdu e ju konë, adini se jena konë ullën edhe ju kanë afru e kanë bisedu me tonë unë nuk e dive që di që kanë thonë që ashtu e të rjastane. Unë kepshtu e ma kepshtu familjen, që të theshë në shkanë, si ku thesha të shkanë pytje. Kur i përfundoi pyetjet, Trajković e falenderoi shefin e tij në polici për kontributin e dhënë në gjykimin ndaj tij. Mi falenderon. Nuk e di, a më respektojnë si dikur? Avokati Ivan Ninić ka dorëzuar kallëzim penal ndaj pjesëtarëve të ushtrisë serbe dhe grupit të kryeterroristit Milan Radojić për rastin e plagosjes dhe rrëmbimit të Milan Vukashinović që dyshohet se u bë nga Gjandarmeria serbe e ndodhi në territorin e Republikës së Kosovës, konkretisht në Leposavić. Për shkak se për 5 ditë askush nuk ka dhënë asnjë njoftim zyrtar lidhur me qëllimin me armë ndaj Milan Vukashinovićit, unë e emër të nënës së tij kam dorëzuar kallëzim penal te prokurori i lartë publik në Prokuplje për veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë kundër personave të panjohur, pjesëtar të ushtrisë së Serbisë, policisë ose grupit të Milan Radojić, ka shkruar avokati nga Beogradi në platformën X. Prokuroria Themelore e Mitrovic bën të ditur se të njëjtën ka intervistuar një person të afërt me serbin Milan Vukashinović. Nga prokuroria konfirmojnë se rasti është duke u hetuar në koordinim me policinë e Kosovës. Po një Amerikan, përgjithsisht generali Wesley Clark, pritet që dëshmoj sapo të fillojnë sërish seancat e speciales. Kjo pasi që në Hag, për një muaj ish krerët e UÇK-s, nuk dolën para trupit të gjykues, ndonse ishte e planifikuar. Me 2 tetor u mbajt seanca e fundit ndaj ish krerëve të UÇK-s. Për më shumë se një muaj, Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi nuk dolën asnjë ditë para trupit gjykues, ndonse ishte parapar ndryshe. Në këtë javë dhe atë që lam pas u anuluan të gjitha seancat që ishin planifikuar të mbaheshin. Gjyqtarët e gjykatës speciale nuk kanë shumë seanca dhe shtyrja e seancave nuk mund të lidhet me ngarkesën e tyre në seanca tjera. Me siguri ka ndonjë problem teknik ose çështja e ndonjë dëshmitare dhe angazhimi i agjendave të mbrojtësve dhe prokurorëve, sepse shtyrja për shkaqe tjera nuk mund të jetë. Tash ato pritet të rinisin të hënën me 10 nëntor dhe në kalendar u shtua edhe një ditë shtesë për dëshminë e generalit amerikan Wesley Clark. Në aspektin praktik, duke marrë parasysh se ka qenë një general me gradat e larta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, normalisht ka kërkuar që të mos zbulohen sekretet ushtarake të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sekretet ushtarake të NATO-s. Gjithashtu edhe mënyra komunikimeve sekrete mund të jetë pjesë e konfidencialitetit mes ushtrisë amerikane dhe UÇK-s dhe NATO-s dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ndërkohë të akuzuarit po vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim, ndonse dëshmitarët e ZPS-s kanë përfunduar. E publikimin e kërkesës nga Albin Kurti për lirimin e tyre, deputeti i PDK-s Artan Behrami po e lidh me fushatën zgjedhore. Janë 3 shtete, 3 anëtarë të NATO-s, njëra dhe Bashkimit Evropian që kanë ofruar garanci për presidentin Hashim Thaçi që ai të lirohet përkohësisht dhe të gjykohet në liri. Dhe ato garanci kanë qenë me qindra faqe, me detaje dhe me të gjitha. Ndërsa letra e Kurtit është e drejtuar në adresë gabuar dhe nuk ka asnjë përmbajtje me të cilën krerët e UÇK-s mund të përfitojnë nga ajo. Në letrën që kryetaria speciales Ekaterina Trandafilova i kishte kthyer Kurtit, shkruhet se mungojnë detaje specifike operative si protokolle mbikëqyrjeje, siguri financiare ose mekanizma për të siguruar pajtueshmërinë me urdhrat e gjykatës. Ndërkaq së fundi, mbrojtja e Thaçit e përfaqësuar nga avukati Misetić ka kërkuar që të pranohen prova materiale disa dokumente që lidhen me konfliktin armatosur në Kosovë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Peter Sorensen ka bërë thirrje për zbatim të plotë të marrëveshjeve të ndala nga dialogu në takim që ka pasur me presidentin serb.
Ai dhe Aleksandar Vučić u takuan në Bruksel ku diskutuan marrëveshjen e Ohrit dhe hapat konkret të njësër çështjesh teknike të dialogut. Nga BE-ja thanë për mediat kosovare se përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas do thras takim të nivelit të lartë në dialog. Sorensen bëri thirrje për zbatimin e plotë të gjitha marrëveshjeve të dialogut dhe përsëriti pritshmërinë e Bashkimit Evropian për angazhim konstruktiv nga dyja palët. Kosova dhe Serbia në procesin e normalizimit të marrëdhënieve të tyre. Përfaqësuesja e lartë Kallas do thras një takim të nivelit të lartë të dialogut sapo të krijohen kushtet e përshtatshme për këtë, thuhet në përgjigjen e BE-s. Vučić pas takimit kishte shprehur gatishmëri për zbatim të plotë dhe konsistent të marrëveshjeve. Megjithse Serbia pati refuzuar të nënshkruante dhe zbatonte marrëveshjen bazë për normalizim të raporteve me Kosovën, Vučić ka njoftuar se në takim me Sorensen ka shprehur interesim për të bërë hapa konkret në zbatimin e marrëveshjeve dhe se ka gatishmëri për kompromise. Dialogu ishte një ndër pikat në cilat u kërkua veprime nga dyja palët në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën. Madje në bazë të gjetjeve sipas GLPS-s, viti që shkoi dëm vendit. Për këtë, këta kërkuan që partitë politike të ndërmarrin veprime. Një vit i shkoi Kosovës dëm. Kështu vlerësua nga grupi për studime juridike dhe politike bazuar në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën. Sipas tyre, këto gjetje reflektuan sfidat që shkaktuan zhvillimet politike në vend. Pasojat e ngërçit politik të këtij viti vrehen në të gjitha rreshtat e këtij raporti dhe kryefjala e këtij raporti është stagnim dhe progres i limituar. Pra, edhe pse Kosova mbetet e përkushtuar në rrugën e saj drejt integrimit evropian, realiteti politik i këtij viti ka pasur pasoja të mëdha dhe mund të konstatohet se ky ka qenë një vit i quar dëm për Kosovën. Madje nga GLPS thonë se Kosova po rrezikon seriozisht përfitimin nga fondet e planit të rritjes. Në raport përmendet në terma shumë të qartë se qasja në fondet e planit të rritjes prej 883 milion euro për vendin ton kushtohet me pjesëmarrjen dhe përparimin në procesin e dialogut. Kosova është duke rrezikuar seriozisht përfitimin nga fondet e planit të rritjes dhe për këtë ne si GLPS kemi ngritur alarm qysh në maj të këtij viti. Bazuar në raportin e një nga institucioneve të BE-s, GLPS-ja theksoi që është e rëndësishme që partitë të gjejnë zgjidhje për të dalë nga gërçi politik. Ndërsa punëtorët e radio-televizionit të Kosovës e kanë vetëm një kërkesë, ekzekutimin e pagave. Kur kanë kaluar 6 ditë prej kur nuk morën në rrogat, sindikata punëtorëve të RTK-s organizoi një protestë në cilën u tha veç të tjera se televizioni publik po përdoret për qërim hesapesh politike. Tajnëtën u bën zëri vetës. Këtë herë gazetarët e radio-televizionit të Kosovës zë i dhën padrejtësive që po bëhen atyre e jo qytetarëve si rëndëm. Në ditën e 6 të muajit ende pa paga, sindikata punëtorëve të RTK-s protestuan para hyrjes së objektit. Kryetari tyre Gzim Bimbashi i rënditi kërkesat që kanë karshi kësaj situate. Në vend se të protestojmë për përmirësimin e kushteve të punës apo rritjet e pagave, ne jemi të detyruar të dalim në rrugë për pagat që i kemi fituar me djers dhe për kushtim. Në gjithë shtetin pagat janë ngritur, paktën kështu edhe po thuhet. Por në RTK punëtorët nuk po marrin as ato që i meritojnë, por punën që bëjnë çdo ditë me shumë përgjegjësi. Kjo nuk është thjesht padrejtësi. Është fyrje për punën dhe dinjitetin e secilit punëtor në RTK. Bimbashi pati një pyetje kundrejt ekzekutivit. Çfarë jeni duke dashur të bëni me RTK? Këtë protestë punëtorëve e mbështesin edhe nga AGK. AGK ka vetëm një kërkesë sot. Asociacioni gazetarëve kërkon në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që thjesht t'i alokoj pagat për punëtorët e radio-televizionit Kosovës. Ta bëjë njësoj siç bëri herën e kaluar dhe kështu të ndërpritet presioni edhe financiar që po bëhet ndaj punonjësve medial. Fisnik Dërguti tha se RTK po përdoret për shantazh dhe për çrim hesapësh mes partive politike. Zgjidhja për RTK-n është duke u përdorur për inate politike, për shantazh, për gjithçka tjetër, vetëm e vetëm që t'i sqarojnë hesapet politike partitë mes vete.
Ndërkohë, në rast të mos reflektimit, sindikata paralajmëruan masa të tjera duke mos përjashtuar grevën e përgjithshme. Gjersa punëtorët e RTK-s i la pa paga, pushteti ndau mjete financiare për një tjetër kategori. 3 ditë para balotazhit, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ekzekutuar pagesën prej 100 euro për studentët. Kurti tha se janë afro 50.000 përfitues të kësaj pagese. Madje veç njoftimit të faqen zyrtare, ky u sigurua që t'u dërgojë nga një mesazh të rimbe në numrat të telefonit. E krejt kjo po shihet si keq përdorimi paras publike si instrument elektoral. Kështu vlerësoi Eugen Zakolli nga KDI, që theksoi se veprimi i tillës është asilitshëm. Kritikat sigursyen as nga LDK, ku Besian Mustafa tha se kësaj po synohet të mashtrohen studentët në kohë fushate. Njësoj u shpreh dhe Vlora Qitaku nga PDK. Ajo deklaroi se qytetarët po mashtrohen e manipulohen. Veç ndarjes shtesave për studentët, angazhimin në fushatën para balotazhit, Kurti po e bën edhe përmes pjesëmarrjes në përtubime. Një të tillë e pati sot kur si folës premtoi përkraje për Gjilanin. Gjersa kandidatët e tjerë që do përballen në balotazh vazhduan angazhimet e takimet me qytetarë. Dita kur kandidatët për kryetar të komunave do të përballen në balotazh pa afron. E me të po përforcohen fushatat e atyre që garojnë. Premtimet për zhvillimit të qyteteve e fshatrave nuk po mungojnë. Kandidati vetëvendosës për kryetar të Prishtinës, Herullah Qeku, premtoi se do të investojnë në rrugica, trotuare, ndriçim të fshatrave. Kundër kandidati i tij nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës përparim Rama, tregoi se kanë hequr taksën për transakcion. Sipas tij, kjo është një barë më pak për qytetarët. Për zgjidhje të shqetësimeve të qytetarëve u shpreh optimist kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës, Arjan Tahiri. E Bali Muharreme nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Suarek i mbikëqyri punimet derisa pastrohej lumi Top Hulla në Suarek. Partitë politike në prag të zgjedhjeve kanë organizuar tubime në komuna të ndryshme, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbyllur fushatën zgjedhore. Në mesin e këtyre takimeve u përfshi edhe vetë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ai në Gjilan për krah kandidatët për kryetar Alban Hyseni premtoi investime në këtë qytet. Gara për balotazh do të jetë më 9 nëntor dhe do të zhvillohet në 18. Me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ këtu në Televizionin 7 për këtë ditë. Gjithë juve që ndatë këto momente me ne për të informuar. Faleminderit, derisa ju kujtoj që në 20:45 ju pret edicioni më i ri emisionit Pressing. Mirëmbëjtje.